po çuditna pse po vinë profesorët hala me nejt në karantinë. Po tingëllën edhe pak shqetësuese, frikësuese me qenë karantinë pa qenë infektuar. Po s'keni çka me reagu se jeni të përhap mjegull. Karantina e profesorëve të Fakultetit Mjekësisë të Universitetit të Prishtinës u bë temë debati në mes rektorit Arben Hajrullahu dhe dekanit Sefedin Muçaj në mbledhjen e Senatit më 30 qershor 2026. Në Fakultetin e Mjekësisë, profesorët të biologjisë e kimisë izolohen bashkë me ata të mjekësisë për t'i përpiluar pyetjet e provimit pranues disa orë para se të mbahet provimi. Profesorët janë të izoluar për më shumë se 15 orë në fakultet, madje gjatë natës dhe nuk kanë qasje në telefon e jashtë fakultetit. Për rektorin Hajrullahu, karantina e tillë është lojë dhe nuk garanton cilësinë e konkursit për pranimin e studentëve të rinj. Kurse Muçaj e quajti traditë të mirë dhe kërkoi që rektorati të dërgojë vëzhgues për ta parë punën që bëjnë profesorët. Prej rektoratit nuk e kem ndërmend as nuk planifikoj më bë pjesë e lojës të karantinash. Nuk do të vim atje. Në dy, une çka shpresoj shumë që kjo praktika e karantina o për Covid epidemi o për teste pranuese më u largu, pro kjo traditë do të më thy. Sepse nuk e garanton cilësinë. Po, andaj unë ju ftoj edhe ju kuftu që një vit me bo databazën e pyetjeve edhe me largu këtë karantinë krejt. O fol bre dekan, shprehu deri në fund. Jo, është ajo që përthu, vazhdimisht s'mujmë ja u bo, nuk i nevojmë më ne boneve, i bojmë na vetë s'ka kemë kompetencë. Po kompetenca është e rektorit. Rektorin e nivel të menaxhmentit, i zell, i zell, 5 profesor kimis, 5 biologjisë, e bojmë bankën e pyetjeve që është shumë ferm. Po s'keni çka me reagu se jeni të përhap mjegull. Për besë dekan, nuk është bre dekan se jemi pajtu që kjo është e armja për para, ju ftoni thuni bëni vëzhgues, ma dekan se nuk ju funksionon sistemi juve. Unë edhe kolegu senator prej FSM-s, të dy jemi konë në karantinë. Dhe po çuditna pse po vinë profesorët hala me nejt në karantinë. Pse më marrë me nejt pa pagesë ta natën për punë kur do hiqet sot. Punë kote. Tash, ajo është pjesë e menaxhimit të numrit. Sa on vjen që ju ti besojnë në vetes, edhe ka një mundësi që çajtet del për ju, besoj se vetëm ju jeni me persona 4. E ftoj kolegun nga dega e kimis që bashk me dekanin edhe me kolegët atje në kimi e biologjinë mrena FSM-s, iniconi që sot, kështu thonë që nesër, që sot bën e grupin fillon se çdo rrugë të mi gjatë fillon me hapin e parë për këtë. Edhe ti te kalojmë këto, po tingëllën edhe pak shqetësuese, frikësuese me qenë karantinë pa qenë infektuar. A kuptoni? Këto është vetë emërtimi për të tregon absurditetin këtë punë. Ekipi Kallxo.com ka kohë që monitoron karantinën në Fakultetin e Mjekësisë që mbahet 2 herë brenda vitit dhe vetëm në këtë fakultet. Këtë vit, provimi pranues në mjekësi do t'jetë më 11 korrek 2026, ndërsa profesorët do izolohen nga mesdita e datës 10 korrek.